Ishte mëngjes i hershëm. Një grua, si zakonisht, u ngrit për të filluar ditën. Ishte e lodhur nga shumë gjëra që i rëndonin shpirtin, detyrimet e përditshme, mendimet për të ardhmen, ndonjë dhimbje që së ndante me askënd. U drejtua drejt pasqyrës për t'u përgatitur. Për një çast qëndroi dhe u pa. Jo flokët, jo veshjen, por syt. Në ato sy kishte diçka që nuk ja thoshte askujt. Një heshtje. Një përpjekje për të qenë e fortë. Një lodhje e thellë që nuk i dukej trupit, por shpirtit. Pa menduar gjatë, i foli vetes në pasqyrë me një përshëndetje të butë. Selam aleikum. E tha me zë të ulët, por me zemër. Ishte një selam që nuk ja drejtonte dikujt tjetër, por vetes së saj. Një paqe që ja dërgonte shpirtit të vet. Dhe ndodhi diçka e vogël, por reale, ajo buzëqeshi. Jo nga ndonjë gëzim i madh, por nga ndjenja se kishte pranuar veten. Kishte përshëndetur shpirtin që e mbante gjallë, trupin që e çonte përpara, dhe Zotin që e kishte krijuar me dashuri. Ajo doli nga shtëpia me një qetësi të brendshme që nuk kishte ndjerë prej kohësh. Në rrugë, duke kaluar pranë një stoli, një plak i moshuar që po ushqente tullumbat ngriti syt dhe tha: "Oj bi, ku e ke marrë atë paqe në fytyrë? Dukesh sikur ke ndriçuar mëngjesin." Ajo u ndal për një çast, u përkul me respekt dhe tha: "Nga një selam për veten dhe nga kujtimi se Zoti më krijoi me dashuri. Kur nuk harroj ta falenderoj atë, ndriçon fytyra." Plaku buzëqeshi dhe për pak çaste të dy ndan një heshtje të butë, si një lutje që nuk shqiptohet me fjalë, por kuptohet me zemër. Mësimi. Kur nderon veten si krijesë e Allahut, kur i jep vetes pak paqe dhe dashuri, atëherë reflekton dritë që të tjerët e ndjejnë, edhe pa e kuptuar pse. Selami për shpirtin tënd është një dhuratë për të gjithë ata që të shohin.